Në një atmosferë të këndshme sportive në palestën Sezai Surroi në Prizren, basketbollistët e Bashkimit kanë triumfuar ndaj PEA 0-3 në ndeshjen e parë të finales së Superligës së Kosovës në basketboll për femra, me rezultat të ngushtë 82-79. Pjesa e parë nisi më mirë për portokallezinjet që mbyllën çerekun e parë me rezultat 28-21. Çereku i dytë ishte më i baraspeshuar me shifrat 16-19 dhe skuadrat shkuan në pushim me rezultat 44-40 në favor të vendaseve. Periudha e tretë ishte thuajse e barabartë që mbyll me rezultat 25-22, ndërsa çereku i fundit i takoi pejaneve, por nuk ishte e mjaftueshme për fitore 13-17. Më dalluara për Bashkimin ishte Adrian Godbolt me 20 pikë, 8 kërcime dhe 3 asistime, ndërsa për PEA 0-3 u veçua Calvejojn Landrum me 26 pikë, 11 kërcime dhe 10 asistime. Pas ndeshjes, kapitenja e skuadrës prizrenase Ulona Muhadri tha se sonte PEA 0-3 ishte një arre fort, duke treguar lojë shumë më të mirë se sa në pjesën e rregullt të kampionatit, gjë që kishte ndikuar tek ne që të futemi në lojë më të relaksuara. Sidoqoftë, ajo shpreson se në këtë finale të madhe do të arrijnë 3 fitore të plota për të mbrojtur titullin e kampionit. Një fitore shumë e rëndësishme për dallim prej lojrave që kemi pas në xhirot e rregullta me ekipin e PEA 0-3. Kjo ishte komplet një lojë ndryshe për shkak se finale e dim gjithë që nuk ka favorit, edhe patjetër që secili ekipin me 100% e tij, kështu që për mua është një fitore normal, shumë e meritume dhe një ndjenjë shumë e mirë për shkak se jemi afër suksesit edhe objektivave që i kemi në vazhdimsi. Tash kemi edhe një lojë shumë të vështirë në PEI, të cilën kemi ditën e premte dhe me shpresën që aty të korrim fitore, pastaj në ditën e martë përsëri kemi lojën e tretë, që po shpresojmë ta përfundojmë me fitore dhe të mbyllim këtë pjesë të kampionatit me 3-0. Problemi ishte që ndoshta u futëm pak më të relaksuar dhe normal. Unë përsërita edhe një herë që pesha finale është shumë e madhe dhe aty normal fakti që nuk ka favorit, që ndoshta me bë dhe gabime për shkak presionit edhe stresit që e kemi gjitha. Mendoj jemi lojtarët që kemi shumë përvojë tek ekipi i Bashkimit, vendoret me më shumë përvojë se sa ato tek PEA 0-3, edhe mendoj që ajo bëri diferencën. Në anën tjetër, basketbollistja e skuadrës peane Elsa Shala tha se gabimet në mbrojtje ndikuan që të humbasim ndeshjen e parë finale, por vijoj ajo, loja sonte na jep motiv shtesë për të shpresuar që të arrijmë rezultate pozitive në këtë seri finale. Këtë ndeshje jemi përgatitur mjaft, e kena ditë që kemi një kundërshtar mjaft mirë për ballë, siç është Bashkimi, po kemi pas probleme me faulla dhe ajo na ka shkaktuar shumë problem. Çka nuk shkoi mirë sipas? Në mbrojtje pak kemi pas do ngecje, kemi pas probleme në komunikim. Si ekip, po shpresoj që lojën tjetër kemi përmirësu. Cilat janë pritshmëritë tuaja për ndeshjen e ardhshme? Pritshmëritë tona janë që mu përgatit ma shumë për lojën tjetër, mi ndrejsh gabimet që i kem pas edhe mu kthy ma të fortë. Ndeshja e dytë finale zhvillohet këtë të premte në PEI në palestrën Karagaçi nga ora 19. Ndryshe, skuadra që shënon 3 fitore shpallet kampione e Superligës së femrave në basketboll.